Pas publikimit të emisionit investigativ Plug që hithet dritë mbi aferën e hidrovorit të Durrësit, gazetarët e Plug kanë hedhur detaje të reja nga abuzimet financiare me tenderat e këtij hidrovori. Vendimi i Këshillit Bashkiak i datës 12 korrik 2021, që u mbajt në Bashkinë Durrës ku miratua projekti dhe preventivi i hidrovorit, zbar një skandal të dyshuar financiar. Sipas vendimit të Këshillit Bashkiak, preventivi financiar, pra kostot e hidrovorit të ri në Porto Romano, ishin llogaritur se do të kushtonin 12 milion euro pa të vsh. Tabela që shihni në ekran, si tregon me detaje zërat e punimeve për ndërtimin e hidrovorit, ku përfshihet zgjerimi i kanalit kryesor kullues, gërmimi për kanalin shkarkues, ndërtimi i tombinove, transportimi i dherave, ndërtimi i godinës dhe pompave të hidrovorit, si dhe ndërtimi i linjës elektrike, të cilat në total do të kushtonin 12 milion euro pa të vsh, apo rreth 15 milion euro me të vsh. Ndërkohë, tenderi shpallur në bazë të këtij preventive në muajin tetor 2021 nga Bashkia Durrës, siç shihet edhe në ekran, kap vlerën e 19.7 milion eurove pa të vsh, apo rreth 23 milion euro me të vsh. Këto të dhëna nënkuptojnë se Bashkia Durrës, e drejtuar nga Emiriana Sako, ka fryrë kostot e ndërtimit të hidrovorit të ri në Porto Romano me rreth 8 milion euro më shumë se projekti miratuar në Këshillin Bashkiak, duke i shkaktuar një dëm financiar buxhetit të shtetit. Tashmë i mbetet SPAK dhe Prokurorisë së Durrësit të hedhin dritë se ku kanë shkuar 8 milion euro më shumë që ju morën qytetarëve për të ndërtuar hidrovorin e ri në Porto Romano, i cili për më tepër duket se është ndërtuar jashtë standardeve dhe nuk kryen qëllimin, mbrojtjen e Durrësit nga përmbytjet.